Të nderuar miq, mirëmbrëma. Takohemi përsëri në Fokus. 12 nëntor. 12 nëntori na kujton natën e Shën Bartolomeut. 12 nëntor 1944. Është një masakër, por vrasjet kanë nisur që nga 28 tetori deri në 16 nëntor. Direktivat merreshin nga Popović, Mugosha, krerët terrorist ishin Enver Hoxha, Dalindreu, Bekir Balluku, Mehmet Sheu, Kristo Themelko. Veprimi më makabër i kësaj masakre ishte vrasja pa gjyq e intelektualëve në bodrumin e Hotel Bristol në natën e 12 nëntorit 44. Kjo natë njihet si nata e Shën Bartolomeut. Ja disa nga emrat e të cilëve me respekt nga ajo vrasje janë Abdullah Saraçi, Muharrem Liku, Hamid Grebleshi, Mumtaz Vesim Syriako Kalari, Aziz Bloshmi, Muharrem Leshi, Akil Sakiqi, Nazmi Uruqi, Hasan Dine, Bajram Cuka, Boris Beleski, Farid Abulla, Faik Shkupi, Ismail Petrela, Jusuf Alamani, Jorgji Mema, Jakub Kaplan Shefqet Delalisi, Mehmet Dado, Anton Fekeqi, Rifat Rshana, Petraq Pekmezi, Selman Alikorça, Minela Kotokoçi, Selman Shqefni, Nue Pali, Selim Braja, Selim Kelmendi, Nebil Çika, Luka Xhumari, Rakip Kalenja, Ali Panariti, Subi Topulli. Besoj të mos kam harruar ndonjë. Kalenja më kujton një krim tjetër, Skënder Kalenjën, me cilin kam pasur nderin të kemi qenë koleg të Komiteti i Sporteve, i cili u vra mbas vrasjes së Azemajdarit dhe plumbat erdhen nga kryeministria. A duhet nisë hetim dhe për këtë? Sepse po niset hetimi për 21 janari. Natyrisht që 21 janari ka shkak pasojë. Pra ishte protest paqësore me tuf me lule dhe u çmend Berisha, hapi zjarr dhe vrau protestuesit, apo ishte një protestim me dhunë, me armë, me tritol, me djegje për të marrë qeverinë dhe për të vrarë Berishën dhe ai mbrojti institucionin. Rama i dërgoi protestuesit që të vriteshin. Ky është fakt. Do t'i kthejmë edhe një herë nga WikiLeaks, ka pasur një letër të figurës më të përshtirë Soros, i cili i dërgon një email Hillary Clintonit. Natyrisht që nuk besoj se e ka shkruar Soros vetë se ka këtë nivel në anglisht, por aksesi është i tij. Ai shkruan që një situatë serioze ka lindur në Shqipëri që kërkon vëmendje të menjëhershme në nivelet të larta të qeverisë amerikane. Ju mund të dini se një demonstrat opozitare në Tiranë të premten ka rezultuar me vdekjen e 3 persona dhe me shkatrimin e pronës, shkruan George Soros. Ekzistojnë shqetësime serioze për trazira të mëteshme të lidhura me një kundër demonstrat që do të organizohet nga partia qeverisë të mërkurën dhe një ngjarje e mëvonshme nga opozita 2 ditë më pas për të përkujtuar viktimat. Me hollësi Soros di çdo gjë. Mundësia e 10.000 njerëzve që dalin në rrugë në një mjedis tashmë të ndesur politik sjell pasoja negative për kthimin e rendit publik dhe procesit demokratik të brisht të Shqipërisë, shkruan Soroshi. Unë besoj se 2 gjëra duhen bërë urgjentisht, duket sikur jep urdhër. Të ushtrohet e gjithë pesha e komunitetit ndërkombëtar mbi kryeministrin Berisha dhe liderin e opozitës Rama për të parandaluar demonstratat publike dhe për të zbutur deklaratat publike. Ku e gjen këtë tagër Sorosi? Ai thotë që të emërohet një zyrtar i lartë europian si ndërmjetës. Ekziston
një video regjistrimi i anëtarëve të gardës kombëtare që hapin zjarr mbi demonstruesit nga çatia e kryeministrisë. Prokurori, i emëruar nga Partia Demokratike, ka lëshuar urdhër arresti për individët në fjalë. Kryeministri kishte akuzuar më parë opozitën për vrasje me qëllim si një provokim. Pas shfaqjes videos, deputet nga partia e tij akuzuan prokurorin e përgjithshëm për një planifikim të një grup shteti në bashkëpunim me opozitën, një akuzë që Berisha e përsëriti sot. Nuk janë bërë arrestime deri në këtë moment, shkruan Shoroshi. Demonstrata ishte rezultat i protestave të opozitës mbi sjelljen e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2009. Mjedisi politik është përkeqësuar që nga ajo kohë dhe tani po i afrohet niveleve të vitit 97. Bën Kasandrën Sorosi. SBA dhe BE duhet punojnë në harmoni të plot për këtë çështje. Kjo është arsyeja që unë sugjeroj emërimin e një ndërmjetësi si Carl Bildt, Marti Ahtisaari ose Miroslav Lajçak. Fondacioni në Tiranë po monitoron nga afër situatën dhe mund të ofrojë një analizë të pasur. Është detyra më e ndyrë. Anti-tradicionalist, anti-Amerik, anti-tradit. Natyrisht që Obama ka folur në telefon vetëm 5 minuta me Soros, nuk e ka përfillur Obama, të jemi realist. Por lidhjet e tij me Hillary Clinton duken të qarta. Dhe ky është një email nga WikiLeaks, mund të jenë me dhjetra, me qindra, me çdo drejt. Kreu një fondacioni anti-amerikan, thuajse i jep urdhra Hillary Clinton. Duket se ka fondacioni i tij ka veprimtari sabotuese dhe spionazhi. Jo më kot, kur u krijua fondacioni në Tiranë, u rekrutuan nga sigurimi i shtetit. Fakt. Dhe Soros, ose Soros si shqiptohet në hungarisht, do ta vazhdonte luftën e tij ndaj të djathëve shqiptarë. Në qoftë se hapet dosja 21 janarit, edhe një herë them, shkak, pasojë. A nuk pati thirrje nga shkallët e Hotel Tiranës që le të vriten disa, pra donin ta merrin me dhunë qeverinë, siç e morën në 97. Berisha nuk u largua nga zyra. E mbani mend 6 janarin amerikan, se si u vran, kur donin tynin me dhunë në Capitol Hill, një nga ditët më të shëmtuara demokracisë amerikane. Rama kërkon të spostoj vëmendjen dhe duket qartë që Altin Tymi, Dumani, luan sipas skenarëve të tij. Mbas një ardhje në Amerikë në një dasëm, Yuri Kim në minutat e fundit në departamentin amerikan i siguroi një takim. Thuhet që nuk e ka takuar niveli i lartë zyrtar. Nuk na tregojnë ai foto. Nuk kishin nevojë ta thrisnin Dumanin në Amerikë për t'i thënë se çfarë të bëjnë, sepse këtë e kryen shefi i stacionit dhe ambasadat. Amerikanët e mbështesin spakun, po. Por amerikanët nuk mund ta kuptojnë dot mentalitetin shqiptar, realitetin shqiptar, se si funksionon. Në qoftë se ti mban Berishën 9 muaj në balkon dhe lejon Lubin ose Mati Harin e Greqisë të pozoj duke pirë kafe me palloshën, si thot ajo, ti nuk po bën drejtësi. Çdo ditë që ajo hyn në zyrën e saj zhduk prova. Nuk është thjesht hetimi i tunelit llogaras, sepse ajo bën davan e Grekut, për kërkon milionat e Stambollit, Ankaras, Erdoganit. Në Porto Palermo është favorizuar haptas Greqia. Në kohën që është e pandehur, Mitsotakis i ftoni një takim me ExxonMobil për shitjet e mëdha masive që do të bëhen të gazit amerikan dhe do të kaloj përmes Greqisë. Shqipëria nuk ka asnjë rol te kjo. Fare.
Rama është i trembur. Ajo e kontrollon. Dhe ka detyruar të dalë ngjitur me të ulur, të flasë mbas saj dhe të shkojnë të pinë kafe. Kafet janë me helm tek PS-ja. Është në tradit. Rama kërkon të tregoj dumanëve, prokurorëve dhe gjykatës së Spakut që mos e prekni Ballukun aq kohë sa jam unë në zyrën e Mehmet Shevut. Balluku e merr me vete Ramën. Në qoftë se fillon të flas. Në qoftë se fillon të flas me pak koncepte intelektuale që nuk i ka, jo si tigri që mërmërit, por nuk dëshmon realisht ndaj kreut mafjes qeveritare shqiptare. Në këtë ekuacion hyn edhe një tjetër mediokër i bashkisë, i cili kërkon të drejtojë bashkinë nga qelia, kur dihet që është dënuar për korrupsion. Çdo firmë e tij është potencialisht korrupsion i ri. Është takuar ai me afrikan-amerikanin Adams, kur thuhet që unë nxorr nga qelia, dhe është bërë takimin në Vlorë apo në ambasadën amerikane. Në qoftë se takimi është bërë në ambasadën amerikane, Velia i di shumë, aq më shumë di fuga. Kështu që Rama rrethohet nga të pandehur, nga të akuzuar, dhe çdo ditë afrohet më shumë ndaj tij. Taktikisht, duke thirrur Berishën për 21 janarin, Dumani do të thrasë dhe Ramën. Pra kryeministri zyrtarisht do të shkojnë në Spak. Unë mendoj se ka qenë më parë në Spak për dosjen me Ganin. Është thënë që Neza është mbajtur 6 orë në Spak. Nuk janë pak. Po t'ju kthehemi të gjithë vizitave në Spak të këtyre të dënuarve, kështu ka nisur. Dumani ka pranuar që presin 2 letër porosi nga Amerika për dosjen me Ganin. 8.000 faqe. Ja, kam thënë. Natyrisht që Rama ka imunitet si kryeministër, dhe unë nuk uroj të ndodh ajo që thot Washington Examiner Rama si Noriega. Por Rama është aq i zgjuar sa të kuptojë që end game dhe të tërhiqet. Me farsa nuk vazhdoj. Me emrime njerëzisht panjohur në poste të rëndësishme do të prodhosh lubin që të thot pa piktur pi pallosh. Vetë media greke thot nga ndihmës shtëpiake në zvendës kryeministre ndodh vetëm në Shqipëri. Por një parti që e ka traditën me ignorant në byron politike, ministra dhe zvendës kryeministra, kjo nuk është një risi. Propaganda e Ramës po vuan nga ikja Gebelsit fuga. Kërkon të spostoj vëmendjen. Nesër, me Gjorgjia Pjeprin, nuk e kuptoj se si mund të ulesh në një tryez në një vend që është në be, me të cilin s'ka asgjë të përbashkët, aq më tepër që ti je një qeveri e majt, vazhduese një partie kriminale, dhe ajo është vazhduese e partisë Duçes e reformuar. Vetëm korrupsioni vjedhja i lidh. Asgjë tjetër. Përse e nisa me 12 nëndorin, me natën e Shën Bartolomeut të 44-s. Nuk duhen harruar ngjarjet historike, sepse nuk mund të kesh të ardhme pa pranuar krimet e të kaluara, sidomos në një vend si ne. Ky vend është vend i madh.
11 nëntor, dje kishte më shpëtoi mbase meshën e parë të Dom Simonit tek varrezat në Shkodër, pra është në nëntor. Nuk ka shkrijuar PD-ja. Padre ishte një figurë e madhe që ka qëndruar si stoik në burgjet, peng që nuk bëra një intervistë përpara se në kthimin e dytë në Amerikë kanë pasur një telefonat gjatë. Me respekt të dy anshëm. 11 nëntor këtu në Amerikë është, pra dje ishte dita e veteranëve. E përmenda dhe thash Happy Veteran Day. Për të sqaruar diçka, këtu në Amerikë Memorial Day, pra kur kujtesa e të vrarëve. Dhe Memorial Day është e hëna e 3 majit, nuk është datë fikse. Amerikanët festat për të mos u ngatruar me të shtunet e diellat janë të hëna e 2, hëna e 3. Përse Veteran Day është fiks 11 nëntor. Ja u them. Veteran Day është për të gjithë ata që kanë shërbyer për këtë vend të madh. Pra jo vetëm për ata që janë vrarë Memorial Day. Por pse është data fiks? Kjo është bërë nga 50-ta. Sepse në luftën e parë botërore, Armistice, kur ka kapitulluar Gjermania, ka ndodhur në 11 nëntor, në orën 11, pra ora 11, data 11, muaj 11. 11. Dhe është fiks. Armistice Day është kujtuar në fillim. Më pas, dita e veteranëve. Në luftën e parë botërore, president këtu ka qenë Wilson, të cilit duhet ja ndihmë për nder shpëtimin e Shqipërisë nga coptimi. Wilson ishte për izolim, ishte i majt, i moderuar, dhe kishte deklaruar që ne nuk do të hyjmë kurrë në luftë. Pse hyri Wilsoni në luftë? Gjermania dhe lufta ishte egër, janë rreth 1 milion francez të vrarë dhe rreth 900.000 anglez. U kap një telegram i ambasadorit gjerman që u zonte në Meksika të sulmonte Amerikën dhe Gjermania do t'i premtonte Meksikës të rimerte Teksasin, Los Angelesin, New Mexico. E kishte të vështirë që të hynte në luftë Wilsoni sepse kishte një komunitet të madh amerikanësh gjerman në origjinë. Kreu një mobilizim. Me njëherë janë mobilizuar thuhet 4 milion vetë. 2 milion u dërguan të luftojnë në Europë. Çdo ditë 10.000 vetë dërgoheshin atje. Janë të vrarë amerikanë për fitoren rreth 100.000, të plagosur rreth 60.000. Ja u thash francez 1 milion vrarë, britanik, angles 900.000. Dhe hyrja e Amerikës tek lufta e parë botërore bëri shndrimin e Amerikës në një fuqi botërore, ndërtimin e marinës ushtarake dhe kthimin e një forcë ushtarake, sepse nuk ishte. Ndaj kjo ditë e shënuar ka marrë këtë simbol, dita e veteranëve. Pra ora 11, dita 11, muaj 11. Amerikanët i respektojnë veteranët. Unë kam fëqinjën tim, i cili ka qenë kolonel në inteligjencën e lartë të Pentagonit, i cili sa herë që del në mëngjes dhe shkon në gjim, 2 shtëpi më poshtë është një flamur i madh amerikan. Dhe Frank Wenderon. Madje ma thot në anglisht ato që thot. Dhe ma ka thënë që çdo ushtarak duhet nderojë flamurin. Dhe amerikanët e nderojnë flamurin e tyre. Por nuk të ndalojnë në bashkë dhe flamurin e vendit tënd hap shqiptar ose dikush tjetër. Ndaj ky vend është shumë vend i madh. Veteranët respektojnë në të gjitha drejtimet.
në qoftë se ti ke shërbyer për këtë vend, si ushtarak, i mobilizuar, ti favorizohesh në çdo aplikim që bën, për shkollë, për punë, për uha bankare, për shtëpi. E meritojnë. Tek ne, veteranë quajnë vetëm ata të smajtës, partizantë, dhe i mohojnë të drejtën e nderimit nacionalistëve, ballistëve, legalistëve, të cilët luftuan për Shqipërinë. Balli i kombit luftoi kundër pushtimit italian, Hoxha dhe komunistë të tjerë. Kjo është me fakte. Ndaj unë ndihem keq sa herë që vinë në Tiranë e gjej të thyer varin e Mithat Frashërit të madh. Sepse e morën thjesht për ta përdorur. Një zëvendësministër i majt, Sallak, më ka thënë që Rama do ta rindërtoj varin për festat e nëndorit. Unë pres. Shpresoj që të mos zgënjehem kur të vi herës tjetër në Tiranë ta shikoj përsëri të thyer. Nuk ka se si ta respektoj, sepse drejtojnë bijt dhe niprit atyre që kryen masakrën e 12 nëndorit 44-s, ata që na shkputën për një kohë të gjatë nga Europa, na bashkuan me Jugosllavinë, me Bashkimin Sovjetik dhe me Kinën, janë të njëjtët. E ndërsa paraardhësit e tyre, kolegat, ballukët, xhunglinët, Neçmijes, internuan, vran, burgosin, krimi më i madh që bën dyshja Rama Balluku është largimi 1 milion shqiptarëve. Dhe politikat kombëtare keni dëgjuar në një të flitet për çamrin. Nga ajo që është ministër i jashtëve nuk besoj kur. Dhe janë njerëz që janë të grackuar të Akathina. Peleshi, Balluku, Majko, Spiropali, Angjeli, vazhdoni me dhjetra të Athina. Fati madh që lobi tyre këtu nuk ka më fuqi siç e ka pasur. Por ama sa herë që vjen takon krerët e klerit ortodoks grek, të cilët janë ndërthurur edhe me politikën. Ku do në Shqipëri?